3 djemt ikën në kurbet e la nanën vetëm. U kujdesën kushit për jo djemt e saj. Në një fshat të vogël me smaleve e arave, jeton të një nënë moshuar. Ajo kishte 3 djem, krenarin dhe forcën e saj. I rriti me shumë mund, me shumë lot e me shumë sakrifica, si çdo nënë më. Që në fëmijëri, ata e pa nënën duke punuar tokën, duke shitur ndonjë gjë të rëndësishme dhe duke bërë çdo lloj pune, vetëm që t'i veshte, t'i shkolloj dhe t'i mbaj me bukë. Kur djemt të bën burra, vendosën të shkonin në kurbet. Nëna i përcolli me lot në sy duke thënë: "Birë, kujdesini për vete, për mos më harroni nënën që ju ka rritur." Në fillim e merrnin shpesh në telefon, i dërgonin ndonjë dhuratë e vogël, por me kalimin e kohës zëri i tyre u rrallua. Nëna priste çdo ditë me shpresën se do ta thërrisnin, do ta vizitonin ose do ta merrnin një ditë pranë vetes. Por kjo nuk ndodhi kurrë. Mosha bënte të vetëm, sëmundjet trokitin derë me derë. Nëna do besua, por djemt nuk ishin aty. Ishte turpi i madh për ata djemt e kësaj nëne, e cila i rriti me shumë djers. Nuk e pa dashurinë e fëmijëve të saj në ditët më të vështira. Por kush u kujdes për të? Jo djemt, por vëllezërit e saj, xhaxhallarët e djemve e kështu me radhë. Ata e morën mbi vete barën që nuk e morën fëmijët. Shkonin e sillnin ilaçe, i blinin ushqime, i bënin shoqëri e çonin tek mjeku e kështu me radhë. Edhe fqenjët nuk e harruan. Shpesh i shkonin te dera, i dhisnin zjarrin, i sillnin ndonjë kashore bukë për ta respektuar dhe nderuar. Nëna nuk ankohej, vetëm thoshte me dhimbje: "Zoti ju shpërbleft, ju jeni komshi të mirë, nuk do t'ju harroj." Erdhi dita. Trupi i saj i lodhur tashmë po shkon drejt fundit. Ajo i adhurizoi shpirtin Zotit. Nëna nderoi jetë e vetmuar pa pasur pranë djemt që kishin lindur mëshmon. Dhe ditën e varrimit ndodhi më e rënda. Nga 3 djemt vetëm njëri erdhi për të marrur pjesë në ceremoninë e varrimit. 2 të tjerët u arsyetuan se kishin punë, se ishin larg, se nuk mundeshin, por asnjë arsye nuk e fshin dhimbjen e mungesës së tyre. Ishin vëllezërit e nënës, ishin fëmijët, ishin të afërmit që përcollën deri tek varri, por jo fëmijët e saj, ata që ajo kishte rritur me duart e veta. Lotët e atij njerit djalë që erdhi në varrim nuk e shlyen plagën, sepse lotët nuk e kthejnë kohën prapa, as nënën që tashmë kishte shkuar për gjithmonë. Ky tregim është një thirrje për të gjithë. Mos e lini nënën vetëm. Mund të fitoni pasuri, mund të keni gurbet e shtëpi të mëdha, por pa nënën jeni të varfër gjithmonë. Ajo nuk ka nevojë për para, ka nevojë për dashuri, për një përqafem, për një fjalë të ngrohtë, sepse kur të mos jetë më, do ta kuptoni se asgjë nuk mund ta zëvendësoj nënën.